Ju e keni shumë mirë parasysh 20 shkurtin e vitit 91. Kjo është foto historike dhe kjo. Shumë historike, shumë e veçantë. Po pra, ka një diskutim që momentin që kanë rrëzuar shtatorën e Enver Hoxhës, turma u drejtua për në blok dhe ka një diskutim ditë e fundit që a duhet të shkonin te shtëpia e Enver Hoxhës dhe atje të bënin vandalizëm, turma, apo bëri mirë në irritant Ceka që i ktheu te ura e Lanës? Them bilës kam qenë. Ke qenë aty, dëshmitar? Të sheshi, po, edhe pjesët, unë dhe disa profesorët të tjerë dhe studentë, pra ishim në turmë. Erdhë deri në sheshin Skënderbej? Po, e kuptot, nuk kam qenë në ato që i bun litarin apo zhvitosën, nuk kam qenë unë. Edhe, po, Neri Tamceka bërë shumë mirë që... Bërë shumë mirë? Po, sepse unë edhe pse edhe në dhjetor të 90-ës, biles pata bëtu një artikull që shprehesha kundër shkatrimit të pronave dhe djegjeve. Thoja që ato janë prona që janë dhënë me djersën e gjithë popullit. Do ndryshoj pronari nga shteti dhe të kaloj në ato që do bënë pronarit e rinj, do më thënë, por me vje shumë keq që në një protest të ashtu qutërës opozit në Shqipëri, tani para disa javësh, ish komunisti Sali Berisha shkon drejton turmën për të djegur vilën qeveritare në blok. Unë qoftë edhe për këtë, SPAK du të kishte vepruar. Ajo vilë nuk kishte pronë e Enver Hoxhës. Se po t'ishte pronë, do t'a kishin marrë si mas ligjit pronave fëmijët e tij. Ajo për me tepër si investimi huaj, francez, ka lënë një njollë pra çfarë bëri Saliu me ato militantët, me kapuqe, me Molotov, është një veprim që nuk duhet të kaloj në heshtjen e drejtësisë shqiptare. Qartë. Foto tjetër? Këtu është Ramiz Alia me ambasadorin William Ryerson në momentin kur paraqet letrat kredenciale. Ju i keni njohur të dy, po e para njërë për Ramiz Alin, ju thatë një element një detaj nga takimin në Pallatin e Brigadave në dhjetor të studentët, po keni pasur raste të takonin ndonjëherë tjetër Ramiz Alin? Ja, nuk kam pas. Atëre vim te Ryerson. Politika amerikane në atë kohë ishte e jashtëzakonshme, mund të themi jo thjesht vetëm me hapjen e ambasadës dhe me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike, po sidomos vizita e James Bakerit është një gur kilometrik i jashtëzakonshëm në marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë. Pse nga ajo urrejtje e madhe që ishte mbarsur popullit ndaj Amerikës, shqiptarët arritën, i shtruan dhe tapetin dhe e morën makinën në krah? James Baker? Ishin emocionet e ndryshimit, ishte etja që populli kishte për lirinë dhe demokracinë, për të marrë frymë lirisht. Plus që pavarësisht se nuk kishim shumë dijeni në atë periudhë për Amerikën, për jetën në Amerikë, thjesht emri Amerikë ishte ngullit shumë në zemrat e shqiptarëve, pavarësisht nga etiketimet që bënte regjimi. Ndërsa ambasadorin e nderuar Ryerson e kam njohur personalisht, ka disa herë edhe në zyrë, edhe
më ka pas ftuar edhe tek rezidenca e tij, bilës kur ka ikur e kam shoqëru në aeroport, ma mend që kam marrë dhe një qenë në vete, edhe e kam taku edhe këtu në Amerikë, kemi biseduar. Ryerson i dha një kontribut shumë të madh për demokracinë në Shqipëri, në ato kushte që ishin. Zoti Brozi, cili ishte roli i Berishës sipas versionit tuaj në lëvizjen e dhjetorit dhe ndryshimet që patën në atë lëvizje të madhe? Roland, më fal, ka ikur figura, nuk e di. Ka një problem? Lutem regjia, mund ta shikoj pak, kemi një moment, presim pak sekonda. Presim pak sekonda. Jemi? Po? Ju shoh ju. Po, tani po, jemi okay. Cili ishte roli i Zotit Berisha në lëvizjen e dhjetorit? Berisha ishte i dërguar i Ramiz Alis. Dhe Si e në vërtetoni fillim, këtë? ai kam ideen që donte të luante rolin e zjarrfiksit të televizjes studentore. Por kur u fishkëllyn qytetin studenti dhe pastaj më vonë ai si një komunist me përvojë në politikë dhe si mbahej, si mund të merri posti, arriti që ti shmang të gjithë ata që mund të bëshin, ose edhe që u bën sekretari i parë i PD-s nuk ka qenë Saliu. Dhe unë s'kam qenë në mbledhjen për zgjedhjen e kryetarët, që nuk isha pjesë e poste. Kush ishte i pari? Ka qenë Azemi, kryetari i parë. Po pra, kryetari i parë i Partisë Demokratike, dhe këtu keni shumë drejt dhe unë e shkruaj edhe në për kryetari i parë i Partisë Demokratike ishte Azem Hajdari. Dhe mbaj mend që miku im Frot Qupi e ka shpjeguar shumë mirë si u zgjodh Saliu, se me sa di në votat e para kur u bën zgjedhjet ishte me votima duket kish fituar Meksi. Po, Meksi, shumë dhe pra një intrigant edhe si Saliu e ka përdor intrigën që në fillimet e lëvizjes dhe ka arrit ato që gjithë edhe në opozit, edhe në pozit, ai ka dali fituar. Okej, se do diskutoj edhe pak më vonë. Foto tjetër që lidhet me atë momentin, besoj, me Ryerson përsëri. Tani, zoti Brozi, dua të tregoni me detaje gjithë atë që ndodhi me ju si kryetari i gjykatës së kasacionit ose të lartë që i themi ne tashmë, pas atij shkarkimi të beft të habitshëm dhe në parlament. Shkarkimi nuk erdhi si një rrufe në qiell të hapt. Problemeve të mia si kryetari i gjykatës filluan me presidentin, me qeverinë dhe institucione tjera të shtetit. Mund të them që nga pranvera e vitit 1994, unë jam sjell kryetar në shtator 1993. Po? Në mujtë e parë, s'kemi pas probleme, por problemet fillun kur pushteti ekzekutiv po donte të impononte gjykatën e kasacionit për disa vendime të rëndësishme, për çështje të rëndësishme që po i binin gjykatës, sepse me gjykatat e tjera Saliu se kish problem, ishte kryetari i Këshillit të Lartësisë, i kishte në sundimin e vet. Do të ishte edhe nga gjykata e kasacionit. Dhe çfarë ju kërkoi juve, zoti Berisha? Dhe
mbaj mend për shembull kur u bën gjyqi për gazetarët e Kosovës,